përpara ju falenderoj për vëmendjen që e keni kushtuar këtij fenomeni kaq dramatik në këtë periudhë që në veçanti nga vitet e tjera, për mendimin tim, është më katastrofike. Gjë që ka si pasojë e vërshimit të lumenjve, kryesisht të lumit Shkumbin, i cili është një lum pa kaskada, pa prita dhe një lum që në të cilin depozitohen mbetjet, qoftë mbetjet urbane, qoftë mbetjet industriale, gjithçka që nga burimi i tij nga Prenjasi, Librazhdi, Elbasani, Peqini, Rogozhina edhe të gjithë rrethinat fshatrat që ky lum me prejnë e tij grumbullon, edhe si pasojë e prurjeve e rreshjeve, edhe këtyre mbeturinave që depozitohen në këtë lum, që kjo është më problematike dhe këtu duhet të ndalemi, bën që të gjitha këto mbeturina të derdhin në grupderdhin e lumit Shkumbin dhe si pasojë të ndotin të gjithë Bregdetin në të dy krahet e tij, qoftë në krahun e Divjakës apo dhe më tutje nga Spjelleja, po kudo lumen derdhin, sepse ne po flasim për lumin Shkumbin, po të njëjtën gjë bën edhe lumi Seman me prurjet e tij që nisën nga burimet e tij, edhe gjendja e tanishme është një situatë tmerrësisht katastrofike, është një katastrofë ambientale ku mbeturinat kryesore të pa dekompozueshme, plastika është problemi më madhor që duhet shqetësoj të gjitha instancat, sepse në fundit çkusur kanë administratat bregdetare, qoftë Bashkia Divjak, qoftë bashkitë e tjera apo institucionet përkatëse që të marrin përsipër pastrimin e këtyre mbetjeve. Bëhet fjalë për një sasi plastike të tmerrshme, plastik, kanaçe, lloj mbeturine e pa dekompozueshme. Nuk bëhet fjalë këtu për mbetjet organike, po bëhet fjalë për plastike që në krahasim me vitet e tjera, këtë vit është një katastrofë. Më vjen keq ku unë si një person që merrem me shoqërimin e vizitorëve të huaj, që prese për sjellje dhe i shëtit kudo në atraksionet e gjithë zonës time, dhe pjesa e atraksionit është edhe Bregdeti, ku nuk mund të shihet me këtë lloj gjendje. Nuk e di se si do marrë rrugë kjo punë, por duke i parë që këto mbeturina janë prezente, situata është tepër alarmante. Nuk di se si do të marrë rrugë. Ne si shoqata apo si shoqëri civile kemi bërë sa kemi mundur gjatë viteve, gjatë periudhave të ndryshme, por në këtë rast nuk mund të marrim përsipër dot heqjen e kësaj pjese kaq të madhe për pastrimin e kësaj. Nuk e di se sa mund të bëhet, por situata është katastrofike. Është një katastrofë ambientale e jashtëzakonshme, si më shumë nga gjithë vitet e tjera. Kjo kërkon patjetër dhe një buxhet shtesë për këto bashki të cilat nuk i kanë ndoshta edhe fondet për të përballuar këtë katastrofë mjedisore. Pikërisht këtu duhet ndalsha më shumë, sepse desha të thosha që çkusur ka bashkia që të pastrojë mbeturinat, po marrim të Librazhdit, të Elbasanit, të Rogozhinës, Peqinit, Beratit, Fierit, e ku di unë, sepse Gjiri i Divjakës është një vend akumulimi të dy grupderdhjeve të lumeve, qoftë Semajt që Shkumbinit. Kjo është një apel, është një alarm, jo apel. Është një kampanje alarmi që sot më shumë se kur duhet marrë drejtim. Faleminderit. Ju faleminderit edhe juve për vëmendjen edhe për rëndësinë që i kushtoni këtyre situatave. Ju falenderoj.